herë të parë festa e muzikës ka mbërritur edhe në Shqipëri. Kjo festë u zhvillua gjatë gjithë ditës së sotme në Tiranë, duke mbledhur dashamirësit e muzikës në kuadër të ditës ndërkombëtare të saj. Spektakli filloi në orën 10 të paradites me një paratë të madhe muzikore për të shtrirë më pas në sheshe dhe rrugë të Tiranës. Skena të grupeve dhe zhanreve të ndryshme muzikore performuan live, duke krijuar tashmë një traditë dhe një hapësirë të lirë për çdo muzikant, qoftë profesionist apo amator. Në Parkun Rinia, një grup i ri muzikor rock nga Liceu Artistik Jordan Misja kishin vendosur veglat e tyre në skenë, duke e bërë këtë ditë muzikës edhe më rock. Lorenca Srama, nxënës i Liceut Artistik Jordan Misja, u shpreh i entuziasmuar për këtë festë ku performon dhe grupi i tij. Sot ka pas skena në gjithë Tiranës, të vegjël, të mëdhej, skena të Hollywoodit, skena në blok, skena të Tajvani, domethënë gjithandej. Ndërsa në Galerinë Kombëtare të Arteve, një tjetër skenë ishte vendosur ku performonin artistë profesionistë, si Drena Bazi, Zigzag Band e të tjerë. Një ndër organizatorët e këtij aktiviteti, Armanda Kapaj, tha se kjo ditë e mbushur plot muzikë e shënon vendin tonë të radhitës mes vendeve të tjera evropiane që e kanë traditë prej kohësh këtë festë. Ka pasur një alternim të ndryshëm për të ofruar për çdo qytetar atë që ata preferojnë në çdo cep të qytetit. Koncerti do të vazhdojë deri në mesnatë, duke u spostuar në hapësira të ndryshme të Tiranës me zhanre të ndryshme të muzikës.